Gjermania me pension aktiv 2.000 euro pa taksa. Pension aktiv quhet modeli që miratoi qeveria gjermane javën e kaluar. Është një model që lejon të fitosh parashtesë pa paguar taksa pas daljes në pension. Është menduar si ofertë për ata që duan të vazhdojnë të punojnë pas arritjes së moshës së rregullt të pensionit. Ky model i ri pritet të hyjë në fuqi shumë shpejt, që në 1 janar 2026, ndaj diskutimi i projekt ligjit të qeverisë nisi që të njëjtën në Bundestag. Modeli i pensionit aktiv ofron lehtësime tatimore ku punëdhënësi dhe pensionisti në moshën e pensionit bien dakord të vazhdojnë marrëdhënien e punësimit. Në projekt ligj shkruhet se lehtësimi tatimor zbatohet pavarësisht në tatim paguesi e merr tashmë pensionin apo e shtyn marrjen e pensionit. Kufi për shumën e patundshme. Pensionistët mund të marrin deri në 2.000 euro shtesë në muaj, që nuk kanë nevojë të taksojnë kur punojnë. Për ta kuptuar më mirë, kur një pensionist fiton për shembull 2.500 euro bruto në muaj nga puna e tij, taksa ai duhet të paguajë në të ardhmen vetëm për 500 euro. Pjesa tjetër përjashtohet nga tatimi. Me fjalë të tjera, pensionisti që ka arritur moshën e pensionit mund të fitojë deri 24.000 euro në vit, të cilat nuk ka nevojë të taksojnë. Grupet që përfitojnë nga pensioni aktiv përfitojnë të gjithë ata që duan të punojnë më gjatë se mosha e pensionit, gjë për të cilën bien dakord si punonjësi ashtu edhe punëdhënësi i tij. Pensioni aktiv nuk i jep një personi në moshën e pensionit pretendimi ligjor për punësim të mëtejshëm, i ofron vetëm lehtësi tatimore. Për sa u përket shifrave të përfituesve, Ministria Gjermane e Financave pret që të ketë rreth 168.000 aplikues të rinj në vit, që mund të pranojnë ofertën. Kjo është e barabartë me rreth 1 në 4 përfitues. Në aspektin fiskal, qeveria është e interesuar që të përqafohet ky model, pasi në këtë rast do të paguanin kontribute sociale si punëdhënësi ashtu edhe punonjësi, kontribute për arkën e sigurimeve shëndetësore dhe të përkujdesjes do të paguanin në këtë rast punëdhënësi dhe punëmarrësi. Nëse kontributet për arkën e pensioneve të papunësisë do t'i paguante vetëm punëdhënësi.